Malisheva vjetë e kalon dritën pa titull, se e kam poshtë dritën. Këshëri rezultatë. Të regu drejtën në njëra për performanca këtë edicion. Vjetë, vitin e kalu. Atë mira mu që më ka pëlqy mas shumë të ju konë është Malisheva. A ka mundësi mes me boqet debat, vesh nalësh? Arsyeja është se... Nalë, kur të flet dikush. Vitin e kalum, po mendoj këtë vit, nëse shohim balkonin edhe drita janë super fuqi në futbolin tonë, edhe kam pos shumë bugjet. Ndërsa nëse shohim Malishevën me lojtarë me bugjet, ndoshta jo për gjysmu ma vogël se ta ka arrit të marrë shumë, edhe unë e mendoj që deri në fund do ta luftoj vendin e dytë. Personalisht e mendoj ndoshta Bekim Jusufin që ka bë punën më të madhe në këtë kampionat. Hek këtu Zakaria Ramadonin me dritën që me të vërtet si ka leju kundërshtarit asë rrezikimin e vendit parë deri më tash, ka bë punë shumë të madhe dhe mendoj që merita shumë të mëdha në këtë kampionat ko puna e Bekim Jusufit të skuadra e Malishevës. Gjitha duke e marrë ekipin... Malisheva, në një farforme Malishevën e ka pos me ekip që e njohën njëri tjetrën edhe me ekip të përgatitur. Lejtore ka marrë Malishevë Bekim Jusufit? Kontinuiteti cilin e ka arrit, ndoshta në gjatë gjithë vazhdimësisë kampionatit ka qenë aty, edhe në një farforme ka arrit të bëj tim poshtë edhe rival kryesor që kanë qenë për titull, balkonin edhe dritën, me të vërtet është për me vlerësu këtë performancë të Malishevës në këtë. Cili lojtare ka marrë Bekim Jusufit e Malisheva? Në thash që ka pos të edicionit kalum. Ka pos nevoj me marrë, ka pos ekipin. Është edhe ma vështirë me komponit e ekip që dikush tjetër e ka ndërtu. Celia, Malisheva drita. Ekipa e komponuar. E thanë gjitha një... Jo, një analizë të asoj, qka ishte... Në marrë fillimin e kampionatit dritë shumë mire e Sharaj... Shtinë edhe dosanet vetat edhe i ka i super... Po ndrysh është edhe kur i Sharaj edhe Kastriot e Sharaj shumë mirë ka qenë me vite edhe të drita. E Sharaj do të thotë që drita nështë pak lodhja, pak ndashta edhe komoditeti, lidhen këto gjanat me futbolin. Kështu që puna e Zekrios Ramadanit dihet, profesor Zekriaja është një ndër trajnerat më të respektueshëm tash në vendin tonë se ka arrit me secilin. Tre ekipet që do të duhet me përgëzu për punën që e bën. Kështu që poveç të kemi edhe një parasysh se drita ka shfrytzuar rastin e Ballkanit sepse Ballkani është mos në formën e vet duhur. Për atë arsye do të thotë ka shkput, mirë po e ka shfrytzuar rastin, nuk kalon do të thotë hapsin, ka lujt me të vërtet mirë. Më përjashtim këto dy ndeshje që mendoj që është e natyrshme, pak mas disa ndeshjeve, mos humbjeve, vjen edhe kjo, sepse por drita din të kthehet, din të organizohet, sepse ka futbollist mjaft mirë, ka një grup shumë të mirë të futbollistëve dhe kështu që duhet të përgëzuar edhe Bekimin Jusufin, sepse e ka një bosht përmeni shumë mirë trenerit Tahir, tha me disa futbollistë shumë kulminant cilësor, 3 cilësor të Malishevës, por ka ditë të arrujnë grupin, ka punuar mirë me grupin, sepse shkojsh në një ekip, 10 dora e një trenerit, si që është trenerit Bekim Jusufi, dhe kështu që unë e përgëzoj gjatë gjithë kampionatit dhe besoj që do të jetë pa diskutueshëm